Ministri i Punëve të Jashtme Igli Hasani ka pritur sot në ambientet e ministrisë homologun e tij të Çekisë Jan Lipavski. Hasani theksoi se takimi shërbeu për të përforcuar më tej bashkëpunimin mes vendeve sa i takon sigurisë dhe rrugës së integrimit. Bisedimet tona u përqendruan natyrshëm në fushat e bashkëpunimit dypalësh, përfshirë ekonominë, mbrojtjen dhe sigurinë, si dhe në zhvillimet e fundit në turizëm, arsim, kulturë, por edhe sektor të tjerë të interesit të ndërsjellë. U përmendën gjithashtu angazhimet dhe prioritetet e përbashkëta në kuadër të organizatave ndërkombëtare, ku të dy vendet tona janë anëtare dhe u diskutuan edhe dinamikat e rajonit Ballkanit Perëndimor e Mëngjer. Për sa i përket agresionit rus ndaj Ukrainës, ne ritheksuam për krajin ton pa lëkundur për popullin e Ukrainës luftën e drejtë për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Ministri i Jashtëm i Çekisë garantoi mbështetje të palëkundur për Shqipërinë sa i takon anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Çekia ka qenë mbështetëse e integrimit. Bashkimi Evropian nuk mund të jetë i plot pa anëtarësimin e Ballkanit. Keni mbështetjen tonë të plot për të mbyllur bisedimet e anëtarësimit deri në 2027. Në mbyllje, ministrat njofton bashkëpunim të shtuar në fushën e mbrojtjes duke përfshirë kompanitë dhe institucionet mes dy vendeve.